Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju videot e radhës. Do të ndajmë një histori, do të ndajmë një rrëfim jete që në fakt mua më ka shokuar kjo që unë kam lexuar dhe ky rrëfim që në fakt kam bëritur në redaksin time. Do të flasim për historinë e dy motrave. Dy motrat të cilat u martuan në të njëjtën shtëpi, u martuan me dy vëllezër, por fati deshti, si gjithmonë që kemi dëgjuar, domethënë pas një ndarje, rrugët ndryshojnë, njëra motër të ndahet, të largohet dhe motra tjetër duheshte që të qëndrojë në atë shtëpi sepse vazhdonte të jetë të dashuruar dhe të ketë familjen e saj. Por çfarë ndodhi që u shkatruan këto dy familje? Ne jemi dy motra, thot, të rritura në të njëjtën shtëpi, me të njëjtën nën që na mësoi të ndajmë gjithçka. Edhe kafshatën e fundit të bukës, edhe dhimbjen, por edhe gëzimin. Që fëmijë njerëzit na thonin se ishim si shoqe më shumë se si motra. Nuk flinim dot pa njëra tjetrën, nuk qeshnim pa e parë tjetrën të qeshte në fytyrë. Askush nuk do ta mendonte kur se një ditë do të vinte dita që ne të dyja të mos të flisnim më. Fatkeqësisht gjithçka nisi kur ne u martuam. Të dyja ram në dashuri me dy vëllezër, nga e njëjta familje. Në fillim gjithçka dukej si një ëndër. Dy motra që në thelb bëhen nuse, në të njëjtën shtëpi, dy vëllezër që martohen me dy motra. Një familje e madhe, plot zëra fëmijësh, festa, drekëra e shumë gjëra të përbashkëta. Nëna jonë në qante nga gëzimi, edhe ne mendonim se Zoti na kishte bekuar në këtë jetë. Por në fakt askush nuk na paralajmëroi për vjerën, për atë që ne do të na priste në të ardhmen tonë. Në fillim vjera jonë ishte shumë e sjellshme. Fjalë të ëmbla, buzëqeshje të rreme, përqafime para njerëzve, por pas 2 erëve të mbyllura, ajo ishte krejtësisht tjetër njeri. Filloi me fjalë të vogla. Ti pse flet kaq shpesh me motrën tënde? Mos e dëgjoj gjithmonë atë, se ajo nuk ta do të mirë në asnjë mënyrë. Pa e kuptuar, ajo nisi të mbjell dyshimin mes nesh. Motra ime ishte nusja e djalit të madh, domethënë nusja e kunatit të madh. Ajo e kishte shumë më të vështirë, ku vjera i kërkonte llogarin për çdo hap, për çdo fjalë, për çdo frymëmarrje, ndërsa unë përpiqesha ta mbroja, t'i flisja burrit tim, por çdo gjë që thoja kthehej në atë mes krejtësisht kundër nesh. Ja, po shihni, motrat po e bashkohen kundër nesh, thonte vjera. Me kalimin e kohës, situata u bë edhe më e rëndë. Vjera filloi që ta kontrollonte ti me motër. Ku shkonte, kë takonte, pse donte të vinte tek prindërit tanë, pse donte të vinte tek ne. Dhe një ditë ndodhi ajo që nuk e besoja kur dhe në asnjë mënyrë.
Vjera i tha burrit të motrës sime: "Nëse gruaja jote shkon te motra e saj, mos e sill më në këtë shtëpi, që nga ajo ditë motra ime nuk lejohet që të vi tek unë." Ne jetojmë disa minuta larg, por është sikur na ndan një oqean. E di që ajo më mendon, e di që qan në heshtje, ashtu edhe si unë. Flasim fshehurazi, ndonjëherë me mesazhe të shkurtra, nga frika se mos na zbulojnë. Jemi kthyer në dy motra që fshihen realisht për të folur. Ajo më thot: "Motër, nuk kam faj, kaq në këtë mes është fuqia ime, dhe unë nuk kam forcën që ta fajsoj, sepse e di se çfarë do të thotë të jetosh nën presion, nën frikë, nën kërcënimin se do të mbetesh pa familje." Vjera në këtë mes na ndau, jo sepse ne donim të keqen e njëra tjetrës, por sepse ajo nuk e duroi në asnjë lloj mënyre lidhjen tonë. Nuk duroi që dy motra të ishin të bashkuara, të forta edhe të pathyeshme. Sot kur kam gëzim, më mungon motra ime. Kur kam dhimbje, më mungon zëri i saj. Kur kam nevojë për një përqafim, shkoj në dhomë edhe unë realisht të qaj në heshtje. Familja ime u nda, jo nga tradhtia, jo nga urrëtia, por nga egoja dhe ligësia e një njeriu. Mesazhi im që dua të përçoj nga ky rrëfim është kjo, që nëse këtë video po e sheh një vjerë, dua t'i them vetëm një gjë: mos i ndani motrat, mos u aprishni gjakun, se lidhja e motrave është më e shenjtë se çdo grindje. Dhe nëse do ta sheh motra ime, dije zemër që unë jam këtu. Ti e din shumë bukur se zemërt kam thirr, të pres me derë të hapur, me zemrën plot mall, sepse edhe nëse na kanë ndarë me trup, nuk do të na ndajnë kur me shpirt. Ky është rrëfimi në fakt i kësaj motreje, e cila me lot në sy tregon tmerrin që ka përjetuar, tregon vështirësitë në fakt që po përjeton në atë familje që dikur janë martuar dy motra dhe sot në fakt janë realisht të ndara.